Shqipëria në prodhimet e saj konsumon, shpenzon më pak kimikate se mesatarja e Europës. Pra ne kemi afërsisht për njësi sipërfaqe 1 hektar, ne përdorim rreth 95 kg mesatarja, ndërkohë që Bashkimi Evropian e ka 125 kg për 1 hektar. Ndërkohë që e njëjta gjë është dhe me pesticidet, por ne nuk bëjmë mirë ruajtjen dhe respektimin e dozometrisë, dhe ndërkohë pasaj ajo që është thembra e Ahilit është që nuk respektojnë karencën. Për dëgjuesit karenca është e shkruar në etiketë që do të thotë nga momenti i përdorimit të preparatit deri në aq sa shkruan karenca, pra nëse është 10 ditë, ti 10 ditë, brenda këtij 10 ditë nuk duhet të vjelesh. Se për 10 ditë për llogaritet që ka shkuar preparati nga fruti, ke gjethja, ke kërcelli, ke rënja në tokë dhe ke produktin të pastër. Ne këtë nuk e.